Nderuar koleg, unë në fakt fjalimin tim duhet ta trajtoj së pari në mënyrën se si na është kërkuar një opinion i tillë. Ne ka ardhur një shkres nga 10 deputet të Partisë Socialiste, duke filluar nga Albin Mazniku deri te Adi Dosa, sepse ta kanë dhe probleme me drejtshkrimi. Nuk e të dojë çfarë më ta. Atëre, duke qenë se është një grup prej 10 deputetësh të Partisë Socialiste, ju e dini tashmë që nuk është një parlament monopartiak, që janë vetëm deputet të një partie dhe ne të t'i respektojmë. Sigurisht i respektojmë gjithë, por është një parlament demokratik, janë deputet të ndryshëm dhe ka komisione antar të opozitës në këto komisione. Nëse do na vinte, do të marrim të mirëqen vetëm këtë, ky nuk do të vinte këshilltarëve, por do të vinte grupit të Partisë Socialiste në këshill, do të vinte juve në fakt të majorancës dhe jo gjithë ne, sepse është i një anshëm, pra nuk është një draft. Nëse do të ishim me 2 draft, atëherë do t'i merrim të dy në konsiderat dhe mund të ndodhte që asnjërin prej tyre ta miratonim, të jepnim një opinion pozitiv, mund të zgjidhim njërin prej tyre ndoshta edhe ato të opozitës, apo mund të jepnim edhe një alternativë të tretë, veç atyre që kanë. Ky është në gjykimin tim mënyra se na ka ardhur. Së dyti, duke qenë se ne na kërkohet të japim opinionin tonë për projekt ligjin që prek të ardhmen e Vlorës për dhe të Selenicës, unë duhet të fokusohemi te jurisdikcioni. Të nderuar koleg, ne nuk kemi jurisdikcion për Bashkinë Selenisë. Aktualisht është një bashkim vete dhe më mirë se sa kush e japin opinionin i cili duhet merret konsiderat nga palët e interesuara, nga komuniteti, të cilët e kanë dhënë opinionin e tyre, nga Këshilli Bashkiak që ka përfaqësuesit vendor, të cilët e kanë dhënë opinionin e tyre, dhe nga përfaqësuesit politik të zgjedhur prej tyre, të gjitha forcave politike të cilët kanë dhënë opinionin e tyre. Dhe opinioni i tyre ne tashmë është publik, është kundër bashkimit me Bashkinë Selenisë. Dhe unë në fakt nuk dua ta diskutoj pjesën e Selenisës, vota ime është që të votoj kundër bashkimit me Vlorës me Selenicën. Unë pranoj që decentralizimi është zhvillim dhe jam pro reformës në tërësi, si një veprim, por jo në këtë formë. Në këtë rastin konkret nuk kemi decentralizim, por kemi bashkim numrash popullsisë, e cilat në fundit janë ndikojnë duke qenë më larg nga qytetarët, pra duke u larguar nga qytetarët. Decentralizim do thotë merret në konsiderat vendimi i qytetarëve, të jemi më pranë tyre për të shërbyer atyre për shërbimet për cilat ata kanë nevojë dhe pushteti vendor dhe e ka detyrë të ofrojë këtë shërbim. Unë dua të shkoj më tej këtij bashkimi, dua të prek ish bashkinë Orikum. Do dëshiroja që të ishin këtu 2 kolegët tanë, cilët janë pjesë e njësisë administrative, zoti Çabo dhe zoti Bele, por në fakt asnjëri prej tyre nuk që nga këtu. Gjithsesi opinionin edhe ne mund ta japim sepse kemi dhe ne jurisdikcion mbi atë njësi administrative. Unë do të dëshiroja të nderuar kolegë që të shtonit te opinioni, kjo nuk është politike, po është më tepër njerëzore dhe është qytetare, të shtonit dhe mundësinë e rishikimit të rikrijimit të Bashkisë Orikum. Do ishte shumë ideale që ne gjithë së bashku të dalim me një propozim ose me një opinion të përbashkët, ku t'i themi jo bashkimit të respektojmë në fakt qytetarët e Selenisës, po edhe këshilltarët e Selenisës të majtë të diatë qofshin ata, kryetari i zgjedhur, që është i pjesës tuaj politike, deputetët e zgjedhur tuajt dhe jo dhe të opozitës, të jemi jo bashkimit me Selenisën dhe ne të shikojmë mundësinë e krijimit të Bashkisë së Orikumit si ka një njësi administrative të rikthehet në një bashki. Faleminderit. Mirëpres çdo këshilltar që të miratoj këtë propozimin tim për bashkimin për Orikumin si njësi administrative që është aktuale të kthehet në bashki.